ndoshta më interesante dhe më të rëndësishme për mua që ndodhi aty ishte edhe vizita e kryeministrit Kurti. Ai mori pjesë në hapjen e këtij panajiri, ku të njëjtit ja shkruajta emrin me kaligrafi arabe dhe ishte diçka që i pëlqeu. Të nesërmen më erdhi një kërkesë pikërisht nga kryeministri Kurti që t'ja shkruaj emrat atij, gruas së tij, vajzës, do të thotë familjes së tij, dhe doli që pavarësisht dy fish më shumë emra kam shkruar në Prishtinë sesa në Tiranë. Panajiri Urat, i cili u mbajt në Prishtinë, sheshin e Prishtinës, u organizua nga Bashkia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite, dhe aty unë isha njëri nga do të thotë pjesëmarrësit në atë panajir, cilin e përfaqësova kaligrafinë arabe dhe kam patur një ekspozitë të vogël aty prapa meje. Prej gjërave ndoshta më interesante dhe më të rëndësishme për mua që ndodhi aty ishte edhe vizita e kryeministrit Kurti. Ai mori pjesë në hapjen e këtij panajiri, ku të njëjtit ja shkruajta emrin me kaligrafi arabe dhe ishte diçka që i pëlqeu, në veçanti do të thotë stenda e kaligrafisë arabe, puna ime, punimet dhe kështu me radhë. Gjithashtu të nesërmen më erdhi një kërkesë pikërisht nga kryeministri Kurti që t'ja shkruaj emrat atij, gruas së tij, vajzës, do të thotë familjes së tij. Ja keni shkruar? Po, dhe disa prej stafit do të thotë të zyrës së kryeministrit, dhe për këtë normalisht jam i lumtur, dhe gjithashtu ka pasur vizita të shumta edhe nga njerëz të profileve të larta si deputet, ministra, gjithashtu edhe do të thotë nga ambasada e Arabisë Saudite në Tiranë, nga vendet fqinje, Shqipëria, Maqedonia, kështu me radhë. Diçka tjetër shumë e rëndësishme dhe shumë e veçantë për mua ishte edhe vizita e imamit të Qabës në këtë panajir, dhe gjithashtu të njëjtit ja shkruajta emrin me kaligrafi arabe dhe u përkujdesa që do të thotë të përdor disa lloje të shkrimeve në atë punim, ja shkruajta emrin e tij dhe ja dhurova. Dhe aty ishte një bisedë e ngrohtë me imamin e Qabës, të cilit po ashtu i pëlqeu punimi. Pastaj më erdhi një kërkesë nga Ministria për Çështje Fetare e Arabisë Saudite që pasi që kryeministrit i ka pëlqyer do të thotë stenda e kaligrafisë dhe puna ime aty, ne jemi përkujdesur që do po dëshirojmë që njëri nga punimet tua nëpërmes imamit të Qabës t'ia dhurojmë kryeministrit, pasi që ai do ta vizitonte kryeministrin Kurti. Dhe unë pastaj isha në një moment paksa të vështirë sepse nuk dija se çfarë punimi ta zgjedh. Përveç se ishte një moment do të thotë me përgjegjësi, sepse do të përcillej një punim në një takim mjaft do të thotë në nivel të lartë, dhe përveç se do të thotë unë do të mundesha ta zgjedhja ndonjë punim të bukur, e rëndësishme ishte që ta zgjedhja edhe një mesazh, një mesazh të rëndësishëm që do të përcillej nga imami i Qabës për tek kryeministri. Dhe zgjodha një nga punimet me të cilën e kisha fituar vendin e dytë në një garë atje gjatë studimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Përveç se ishte një shkrim i bukur, ishte edhe punimi ndoshta më delikat dhe një mesazh gjithashtu i rëndësishëm, ku shkruante dituria është dritë, ndërsa ignoranca është errësirë. Dhe kështu ndodhi, e morën atë punim dhe ja dërguan, do të thotë, siç e kemi parë në takimin e imamit të Qabës me kryeministrin, ja ka dorëzuar këtë punim. Nga se unë e dija paraprakisht se ky pastaj normalisht do të delte edhe në portale, në lajme, dhe elhamdulillah doli gjithçka shkoi mirë. Ishën të kënaqur sikur organizatorët. Ka pasur shumë kërkesa, saqë kanë kaluar edhe përtej prishmërive tona që kishim, sepse unë vetë se isha paksa informuar me pjesëmarrjen time në të njëjtin panajir që u mbajt në Tiranë para një viti e gjysmë, mirë po nuk e kam menduar që këtu tek ne do të ketë më shumë kërkesa, më shumë po sesa në Tiranë. Dhe doli që pavarësisht dy fish më shumë emra kam shkruar në Prishtinë sesa në Tiranë. Pastaj ne
mundova që ta ndjeku një rregull që të mos u shkruajnë emrat atyre që s'janë prezent, vetëm atyre që ishin prezent, sepse me të vërtet turma tek stenda e kaligrafisë ishte pothuajse vazhdimisht ishte aty një turm dhe e lidhur vazhdimisht, nuk ishte pothuajse asnjëherë ndërprerje, që nga hapja e panajirit deri në mbyllje. Kështu që ne u përkujdesëm që t'ja shkruajmë emrat atyre që ishin prezent, mirëpo dhe ju me porësi atyre, sepse kisha shumë kërkesa që t'u shkruaj edhe familjarëve të tyre dhe kështu me radhë.